mos haro, nesër e shtunë është dita e Arafatit, dita më e mirë e vitit. I dërguari ynë Muhamedi alayhis salam përgëzon se në asnjë ditë Allahu nuk i liron robërit e tij nga zjarri më shumë se ditën e Arafatit. Nga veprat më të mira që mund të bëhen këtë ditë janë agjërimi edhe duaja. Agjërimi ditës Arafatit është mundësi e madhe për shlyerjen e mëkateve. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, agjërimi i ditës Arafatit shlyen mëkatet e vitit kaluar dhe vitit që vjen. Gjithashtu thot Muhamedi alayhis salam, khairu duai duau yawmi Arafa, duaja më e mirë është duaja e ditës Arafatit. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, ndërsa fjalën më të mirë që e kam thënë unë dhe pejgamberët para meje është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe i pashoq. Lahul mulku wa lahul hamd, vetëm atij i takon sundimi dhe vetëm atij i takon falënderimi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe mbi çdo send ai është i plotfuqishëm. Andaj le ta shfrytëzojmë këtë ditë sa më shumë që të jetë e mundur dhe të mos i humbim këto mundësi që Zoti na i ka sjellur në prag të dyerve tona. Nëse ky mesazh është i dobishëm për ty, shpërndaje që të përfitojnë edhe të tjerët, nga se treguesi i së mirës është sikurse vepruesi i saj.